Firdeus, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Edhe ne zakonisht I pyesim të ftuarit çka keni bërë kur ishit student. Po ti je student edhe do të pyesim çka je duke bërë tani. Më shumë na bëj një kështu si arkiv të gjërave që je duke bërë që ta kuptojmë. Një brief. Atëherë përshëndetje, unë jam Firdeus Kasaj, 19 vjeç, jo siç ishte të postimi 20. E kam nisur karrierën time të teknologjisë që në moshë të hershme, domethënë kam krijuar programin tim të parë në moshën 11 vjeç dhe kam krijuar, domethënë jam punësuar në moshën 15 vjeç në një kompani nga këtu në Shqipëri për fintech EasyPay. Nuk e di sa familjar jeni. E më vonë me kalimin e kohës nëpër kompani të ndryshme derisa arrita të hap edhe dy bizneset e mia, një për zhvillim softueri dhe një startup që do lançohet besoj në fillim të majit. Kjo e softwareit si quhet? Jume. Jume. Edhe kompania Uniocorp. Uniocorp edhe Juma. Ka qenë një periudhë, domethënë një kohë që edhe punoja, edhe mundohesha të zhvilloja pjesën e kompanisë, domethënë 8 orë punë full time dhe pjesën e kompanisë mbas ditës. Po përveç kësaj je edhe në shkollë, se të kam parë te Polis. Po, jam viti parë bachelor për shkenca kompjuterike. Viti parë? Viti parë. Nuk e ke lënë ndonjë vit, thjesht ky është periudha. Jam viti parë për shkak se kam kryer shkollë profesionale dhe mosha, domethënë prandaj është 19 vjeç, kam bërë 4 vjeçare shkollë profesionale për IT. Okay. Pra shkollë, biznes, ishe edhe në punë më përpara. Kam qenë edhe në punë përpara. Ishe edhe në shkollë kur po e bëje biznesin. Okej, do kemi mundësi që të futemi pak në këto detaje se janë shumë interesante. Unë s'kam punuar të vërtetën kur isha në gjimnaz, vetëm pushimet e verës në shkollë të lartë kam punuar. Megjithatë kam parë edhe kjo pjesa e moshës, kam një çunë te puna tani që është 16 vjeç, është në vitin e dytë të gjimnaz, në teknike, Gjergj Canco. Edhe I dash një task, erdhi kot për qef, I dash një task, e bëri më mirë se të gjithë tjerët që ja kam dhënë një task. Edhe aq mirë sa njerëz me eksperiencë dhe tani e kam mbajtur aty për pjesën e praktikës, po ai e ka shumë qef, është si punësuar, unë se mendoj më tani që s'është i punësuar dhe është 16 vjeç, kështu që pavarësisht se unë nuk e kam pasur këtë eksperiencë, e kam rënë që mbas e kam bërë gabim personalisht, po ti kthehemi pak fillimit. Ti niset e EasyPay, pra niset të programoje... Programoj si zhvillues backendi. Qa do më thënë zhvillues backendi? Qa gjuhë? Zhvillues serverash, database, do më thënë në C#.net. C#.net? C#.net është një nga frameworkët, besoj në Shqipëri që është më shumë kërkesë dhe ka shumë vende pune, do më thënë që mund të fillosh dhe. Nëpërmjet disa konkurseve, eventeve që kisha fituar, është kontakt me drejtoreshën e EasyPay edhe mu ofrua vendi punës. Okej. Kjo është një pattern që përsëritet gjithmonë, prandaj biznese si EasyPay, edhe njerëz si Linda apo unë, apo shumë të tjerë marrin pjesë nëpër konkurse të tilla sepse duam të gjejmë talente. Edhe e kemi të nevojshme, edhe konteksti është shumë I qartë. Çfarë lloj konkursesh edhe pastaj kur nisi punën si ishte përvoja, si ishte ndjesia, sa orë punoje? Në fillim kam nisur part-time për shkak të moshës, dhe gjatë verës më së shumti punoja full-time dhe mbasdite merresha me pjesën e Uniocorpit, por te EasyPay nuk është se ishte një periudhë shumë e gjatë që qëndrova diku te 2 muaj. Kryova një internship të paguar, ku krijova një sistem menaxhimi për punonjësit që ishin aty, domethënë që të regjistroheshin për tasjet dhe ti kishin sa më të lehta. Por ka qenë, domethënë, një periudhë që unë nisa zhvillimi profesional nëpër konkurse në moshën 13 vjeç. Edhe nuk është se kam pasur as atë eksperiencën e duhur, as mënyrën se si punohet në grup e tjera. Edhe me kalimin e kohës, duke marrë pjesë nëpër konkurse të ndryshme, doli që në konkursin e 10-20 të punësosha nga një kompani. Pra, gjatë kohës që ishe në shkollë, ti nise të vjere këtë dëshirën për programuar. Në shkollë bëje programim? Po, e kemi në shkollë që në vit parë gjimnazi.
Okej, edhe niset merrje pjesë në konkurse ishe vetë? Vetë, me skuadër, njerëz që si njifja, varet si ka qenë struktura e konkursit, ka pas Po konkursit. çfarë të shtynte të merrje pjesë te i dytit, te i tretë? Fitove të parin edhe vajte te i dytit? Jo, asnjë. Okej. Po çfarë çpate? Pse? Qëse marrim një listë me konkurse që kanë marrë pjesë, kanë qenë më shumë se 100, që kanë fituar kanë qenë maksimumi 5-10 konkurse. Ajo që më shtyn është njohja e njerëzve, të kuptosh se si punohet në grup, pa patur mundësi që të punësosh në një kompani, mëson gjëra të reja nga njerëz të rinj, mëson shumë gjëra dhe ty të motivon që të ecësh përpara se shiko ka njerëz që janë më të aftë se ty. Po herë e parë, e dytë. Okej, këtë mbase e ke kuptuar herën e 50, po. Hera e parë ishte hera e parë kemi qenë kon pandemia. Edhe ishte konkursi i parë që u bë pas pandemisë. Edhe ushtyva që të marr pjesë, isha vetëm, ushtyva dhe pak nga prindrit pse s'merr pjesë te këto, se s'kan qenë kohën tonë, gjëra që i thon të gjithë të rriturit në këtë çaste. Mora pjesë te ai konkursi, futa në një grup random me disa persona random nga fusha të ndryshme që nuk kishin fare lidhje me teknologjinë. Edhe duhet të krijonim një ide. Në aty në çast duhet të krijonim një ide, ta prezantonim, të krijonim PowerPoint. Çfarë konkursi ishte? Thjesht ta themi emrin se mbase i vlen konkursi ka qenë bibliotek. Okej, se ekziston apo ekziston? Duket se vazhdojnë edicione, nuk e di shumë. Okej, pak rëndësi ka shumë konkurse dhe aktivitete që dalin si kjo që ne bëm. Po, ishte edicioni i parë, se Edhe të joshi kjo pjesa e njohjes të pëlqeu, të duk gjë interesante. Njofësh njerëz, të prezantohesh para një audience, se duhet bëj edhe pitchin para një audience që nuk relativisht ishin shumë. Po nuk të lodhi ose nuk të friksoi se ka emocione para. Normalisht që ka emocione, por ajo çfarë ty të bën që të flasësh më mirë, domethënë është dhe ego në një farë mënyrë. Kur ti shikon që pjesëtarë të tjerë të konkursit janë më të mirë se ty, ti thua pse unë s'mund ta bëj këtë gjë. Unë kam aftësi ndoshta profesionale, po mund të bëhem më mirë edhe në një gjë tjetër. Mund ta njoh të bashkëbisedoj dhe pse jo të më ndihmoj dhe ai mua, krijojmë një tip exchange midis njëri tjetrit. Okej, pastaj nisi ti kërkoje vetë këto konkurset. Nisa ti kërkoja vetë, u shpallën dhe nëpër shkolla, u bën më publike, domethënë. Nisi ti vije re, se publike kanë qenë, po thjesht. Publike kanë qenë, po ka qenë dhe periudhë pandemie. Duhet kuptuar që nuk bëheshin shumë konkurse. Edhe çdo gjë ka qenë mbyllur, edhe atje kur iknim do të iknim me maska. Mirë se pandemia pak më zjati, po kjo pjesa e të qenit aware është shumë e rëndësishme. Unë sa mora qenin që e mora Labrador, nisa të shikoja gjithë Labradorët e Tiranës, pastaj më dukeshin sikur s'kishte Labrador para dhe pastaj dolën gjithë Labradorët. Okej, shumë interesante. Tani nëse do marrësh pjesën e ekipit, pjesa e prezantimit, çka ka qenë ndonjë gjë në konkurset kryesore që ti ke kuptuar dhe ke mbajtur për vete, pra gjatë kësaj pjesës që merrni në konkurse. Kjo pjesa e grupit është shumë interesante. Pjesa e prezantimit është shumë interesante. Do vazhdosh akoma ta bësh atë dhe ta perfeksionosh, nuk mbaron ndonjëherë, po ndonjë element tjetër që mbase të vjen në mendje ndonjë gjë që të sparkli diçka interesante. Ajo që bën sparkle, domethënë që kupton kur merr pjesë në shumë konkurse, është të shikosh të njëjtat fytyra. Të njëjtat fytyra, domethënë të njëjtat persona që marrin pjesë, të njëjtat persona që kanë dështuar, por prapë do marrin pjesë sepse të gjithë e kanë atë egon për të ecur përpara. Domethënë, kur ti shikon që ke persona që i ke parë më përpara dhe ti thua pse ky po merr pjesë, prapë do edhe unë të marr pjesë. Ja këtë se kisha menduar, për shembull, po që është e vërtet. Janë të njëjtat fytyra, domethënë ne të dy jemi parë në shumë konkurse bashkë. Jemi parë në shumë seminare, në shumë gjëra të tilla. E vërtet është edhe shumica nuk vinë, lodhemi shumë që të themi, ndërkohë me pa na thënë shumë, thjesht duke na informuar që ekziston kjo, do shkojmë se gjen diçka aty gjithkohë. Njerëz të rinj. Okej, pjesa 2 mujore ka qenë e shkurtër, po çfarë ndjeve që kuptove ose ndryshoi këndvështrimi te puna kur ishën fillim ajo internshipi ose ajo puna e shkurtër? Pavarësisht njërive që kam pasur para se të futesha në punë, edhe pse mendoja vetë personalisht që ndoshta e kam një uri të mjaftuar për të futur në punë, kur futesh aktualisht në punë, që punon me një skuadër, që punon me persona që janë dyfishi moshës tënde, që kanë eksperiencë, që janë hasur me probleme nga më të ndryshme, aty kupton që ti s'ke fare eksperiencë. Nuk di as edhe një lloj gjë.
Aty ti fillon, duhet mëson ka më shumë, duhet përpiqe më shumë që të arrin atë nivel. Edhe mbas 100 konkurseve. Mas 100 konkurse, mbas 200, aty vërtet e kupton ti eksperiencën në kompani, eksperiencën në punë, aktualisht me projekte ku ke edhe klient që kanë deadline-et e tyre, që ke presionin e punës, aty me vërtet ti e kupton që pritse, nuk jam aq i aftë sa duhet. Ndërkohë që vazhdojmë me të ftuarin, dua t'ju bëjmë dije që ka një metodë e cila do ju ndihmoj shumë të kurseni në transaksionet bankare. Është Paysera, edhe unë e kam përdorur për shumë vite. Kjo është një fintech i cili lejon transfertat e parave në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Pra, nga Paysera ju mund t'i çuani në çdo llogari bankare apo në një llogari tjetër Paysera, pothuajse pa kosto fare, ose me një kosto minimale. Unë e kam përdorur për t'ju dërguar lek gjithë furnitorëve që kanë pasur jashtë Shqipërisë, ndërkohë që me mënyrën tradicionale më duhej 2 deri në 3 ditë të shkonin lekët dhe fatura shkonte 30 deri në 50 euro, me Paysera mund të dërgoj sa euro të dua dhe shkojnë brenda pak minutave duke paguar vetëm 1 euro transaksion. Kjo gjë mund të ndodhë në të gjitha llogaritë bankare të furnitorëve të mi, ata nuk kanë nevojë të kenë Paysera sepse kanë nevojë që vetëm mund të kenë dhe ta dërgojë te një llogari e tyre bankare. Por e njëjta gjë mund të ndodhë nëse ju jeni jashtë dhe doni të nisni dikujt në Shqipëri lek, aq më tepër nëse ai është individ dhe ju jeni familjar i tyre, sepse ju mund të dërgoni transferta pa kosto tek të afërmit tuaj në Shqipëri dhe ata më pas ti transferojnë në llogari bankare apo ti tërheqin në pikat e Payserës. Do vendos linkun për ta eksploruar vetë ju Payserën, sepse ka shumë specifika të tjera, ndërkohë që ne vazhdojmë me të ftuarin tonë. Çfarë ndodhi që nga puna nise kompaninë, edhe si ishte kjo faza e nisjes? Ka qenë dëshira ime. E kam pasur në shumë dëshirë, për shkak se zakonisht kur merr pjesë në konkurse, gjithmonë që nga konkursi i parë deri në të fundit ka rastisur roli i leadershipit. Edhe duke ke zgjedhë, se s'ta ka rastis shumë. Edhe me vota. Okay. Sepse binim në persona random, siç po thoja. Edhe kur shikon që të menaxhon një grup pune, shikon se si mund të ecë një projekt përpara dhe ke mësuar se si mund të ecë një projekt përpara në mënyra nga më të ndryshme, ke punuar në kompani, ke marrë eksperiencën reale, është ajo dëshira jote pse mos ta bëj vetë këtë gjë. Dhe unë e nisa historikisht, domethënë që nga fillimi nuk e kam nisur direkt Uniocorpin. E kam nisur me 15 polak të ndryshëm, që ishin zhvillues lojrash online edhe morën pjesë në një konkurs. Domethënë hapa një thirrje, do marr pjesë te ky konkursi kush ka dëshirë të bashkohet. Edhe fituam në forume online. Forume, po. Edhe aty fituam një çmim shumë të vogël, pavarësisht se ishim dhe shumë veta, e ndam sa të pak nga 100 euro secili. Më vonë, edhe ata pse ishin të entuziazmuar për suksesin e tyre, u pëlqeu, thanë, pse mos ta kalojmë këtë dhe ta fillojmë dhe ta zhvillojmë më tepër, të bëjmë ca lojra, të zhvillojmë më shumë aplikacione. Edhe aty u krya faza e parë Uniocorpit, por nuk quheshte Uniocorp, quheshte Glory në atë çast. I pa regjistruar. Thjesht një grup Discordi. Okej. Një grup Discordi ku unë gjeja në një projekt, në një konkurs tjetër që mund merrnin pjesë dhe të fitonim. Edhe morëm ato fondet e para, domethënë buxhet shumë të vogël, por prapë ishte diçka, po koncepti i të punuarit në si një kompani, po nga shtëpia. Moshatar ishin këta të tjerë apo si dije fare çfarë ishin? Nuk isha fare. Maksimumi mund të jem pa 2-3 herë me fytyrë. Okej. Edhe pastaj çfarë ndodhi pas kësaj? Më vonë vendosa, ka qenë mosha 16-17 vjeç. Vendosa pse të ndryshoj dhe emrin, sepse Glory nuk është se ishte diçka me më shumë prezent. Ishte thjesht një emër që më pëlqeu. Në ato çaste të ndryshoj dhe emrin, të bëj një rebranding. Okej, ti ishe si lideri i këtij grupit sepse ti e bëre grupit. Okej. Të bëj një rebranding të gjithçkaje dhe pse të kemi zyrat në Shqipëri. Edhe në ato moshë nuk mund ta hapja niptin. Por gjithsesi duhesh ta hapur që të paktën të runi me emrin, të bëhesh të gati për të marrë projekte dhe për taksa nëse do paguhesh and everything. Edhe i them Timati, i them dua të bëj këtë gjë, magjistron emrin tëm për momentin, sa të mbush 18 vjeç. Ja më vonë do ma kalosh. Isha vetëm unë,
dhe babai im në atë çast që po punoni. Edhe mora pjesë në një konkurs. Konkurs pasi ishte hapur. Po tash bëj edhe reklamën e kompanisë. Bëj edhe reklamën e kompanisë, domethënë në këtë mënyrë gjeja edhe persona që mund të punonin tek unë, ose klient. Ose klient. Po. Edhe u krijuam një grup e 5 vetash, domethënë nëpërmjet konkurseve nga shkolla, gjithashtu gjimnazi. Dhe krijuam aplikacionet tona të para që përfaqësojnë Shqipërinë në vende të ndryshme. Tani edhe si kompani që vini në konkurse. Si kompani. Okej, kjo është mënyrë fantastike se direkt ke mundësinë të thithësh klient. Direkt ke mundësinë të thithësh klient. Edhe çfarë ndodhi me klientin e parë, si ishte historia? Klienti i parë si Uniocorp ka qenë nga India. Edhe një sugjerim, nuk dua ta marr nuk për ofendim, por të punosh me indianët është një terrible decision. Ka qenë, ata kërkojnë shumë punë, të shlyejnë, domethënë që të punosh sa më fort, edhe se ka ndonjë që se bën këtë? Jo, beso është tjetër nivel. Okay. Është tjetër nivel. Ti mund ata të bëjnë një listë me ta, si, po pse s'e bëjmë këtë? Të shtojmë tek këtë tjetrin? Po të shtojmë tek këtë tjetrin dhe të shkruanin në orën 12 natës dhe ata presin përgjigje. Deri në orën 2 të mëngjesit. Gjithsesi. Po ju kontaktoi vetë këta si ishte? Nëpërmjet një formë marketingu që po e provoja në atë çast, ishte mënyra e parë që përgjetur, ishte hard way to find the client, domethënë nuk ishte diçka thjesht që ata na kontaktuan vetë. Okej, pra ti nisje cold reach. Cold reaching. Email. Po. E përfunduam, qëndruan shumë të kënaqur, bën një review në një forum që kemi që vendosin review të klientët dhe cili forum se janë Clutch. Okej, janë të rëndësishëm. Aty regjistrojnë zakonisht kompanitë që mund pjesën e software-it po. Për software-in po. La një review dhe qëndruan shumë të kënaqur, po mënyra se si funksionon për mendimin tim nga eksperienca që në momentin që ti merr klientin e parë, merr atë review, merr atë prezencën publike, more are gonna come, domethënë do vinë më shumë, sepse ti e ke marrë atë prezencë publike, ke marrë një review nga një person real. E më vonë, pas atij erdhën klientë të tjerë, pjesa e cold outreaching u bë më e lehtë, nuk ka nevojë. Kur merr klient duhet ta ndash gjithashtu dhe si do ta kesh, do ta kesh afat gjatë apo afat shkurtër. Klienti i parë normalisht tani ishte afat shkurtër, ishte thjesht një projekt në disa tasje të caktuara. Por kur merr klient afat gjatë, ka më shumë të ardhura, ti mund të shikosh perspektivën për të ecur më shumë përpara. Okej, çfarë viti ishte kur morë klientin e parë? Nuk e mbaj mend vitin, thjesht mbaj mend moshën që kam qenë 17 vjeç. Pra para 2 vjetësh, e gjys, okej. Kryesisht tani ti se arova të shtoj në këtë arkivën e gjërave, çfarë skills e ke në programim, çfarë gjuhësh? C#? C#, C++, kam provuar të gjitha, nuk është se Unity që kemi folur bashkë, që bën edhe lojrat. Kjo është ajo që na dha një boost, sepse jemi nga të parët në Shqipëri që kryejnë... Tamam, 3 janë tamam që e bëjnë në Shqipëri, Unity se i kam kontaktu. 3 janë në Shqipëri që e bëjnë, tamam. Domethënë kur e kam hapur, unë kanë qenë vetëm 2. Kam qenë aty ku punoja unë më përpara, edhe unë. Okej. Pra, kjo pjesa e diferencimit, pjesa e Unity-t, ose pjesa e një language që është pak më rrallë, ishte një element që ndihmonte, apo që e vështirësonte punën, se s'kisha asku gjeje njerëz për të punuar? Të punosh në një kategori, në një industri që nuk ekziston në Shqipëri është shumë e vështirë. Po ti ke klient tuaj, apo ke dhe shqiptar? Si i ke të ndara tani? Shqiptar sa po jemi futur, domethënë klient shqiptar, nuk është se kemi shumë, 2 klientë kemi shqiptar. Njerëzit shkojnë nga Shqipëria jashtë, ti vjen nga jashtë Shqipëri, okay. Ndodhi për shkak të një marketimi shumë okay, nga rrjetet sociale. Nga rrjetet sociale që edhe kemi folur më përpara, që do përmendim ndoshta më. Po të gjesh fuqi njerëzore që punon në këtë industri, në zhvillimin e lojrave është e pamundur gati në Shqipëri. Shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Dhe ata që janë nuk është se e kanë në eksperiencë. Ti trajnosh do të marrë më shumë kohë ty dhe energji që ti trajnosh se sa të punësosh dikë që punon remotely ose ta gjesh nga jashtë. Tani ke gjithë këtu apo ke dhe remote? Kam dhe remotely dhe këtu. Për shkak se janë disa industri që vërtet do na marrin kohë për të
Për momentin nga Shqipëria jemi 10 veta që punojmë nga Shqipëria dhe remote janë 3. Jeni gjithë programues apo keni edhe ndonjë programues, administrat? Programues, dizajn, ekonomist, financë, marketing, më të ndryshëm, do të thënë. Jemi akoma në hapat tona të parë, për të zhvilluar, nuk është se jemi një strukturë shumë e madhe zhvillimi, por që presim do të thënë që të zhvillohemi në të ardhmen, do të thënë që të kemi dhe më shumë njerëz. 19 vjeç s'ka shanse të ndodhë gjë tjetër. Edhe nëse nuk ecën ky emër, ecën gjëra të tjera me eksperiencën që imagjino tani ti nga 16 vjeç që s'kishe bërë asnjë punë edhe për herë të parë përballen me punën, tani që ke 3 vjet që përballesh me klient, përballesh me